Serbia beson në stabilitet, paqe dhe zgjidhje racionale përmes dialogut, por është e vendosur që të ruajë interesat e saj kombëtare, të mbrojë të drejtat e serbëve si dhe të drejtat e kishës ortodokse serbe, tha ministri i punëve të jashtme i Serbisë Marko Đurić pas një takimi me ministrin e jashtëm grek Giorgos Gerapetritis. Shefi i diplomacisë greke më parë bisedoi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i shprehu mirënjohjen e tij Gerapetritisit për mbështetjen e vazhdueshme të Greqisë për rrugën europiane të Serbisë dhe mirëkuptimin e pozicionit të vendit kur bëhet fjalë për çështje më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare, duke theksuar se Beogradi vlerëson jashtëzakonisht qëndrimin parimor dhe konsistent të Athinës ndaj respektimit të së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe sovranitetit të Serbisë. NATO vazhdon të mbështesë dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe bën thirrje të dyja palët të angazhohen në zgjidhjen e çështjeve të mbetur dhe të arrijnë një zgjidhje që do të respektojë të drejtat e të gjithë komuniteteve, pasi kjo është më rëndësi kyçe për sigurinë e përhershme të Kosovës dhe stabilitetit e rajonit, sipas deklaratës së NATO-s me rastin e 27 vjetorit të hyrjes së forcave të aleancës në Kosovë. Në deklaratë thuhet se situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të përmirësohet vitet e fundit dhe se në përputhje me rrethanat në janar, NATO-ja pezulloi vendosjen e forcave rezerve brenda misionit të KFOR-it pas më shumë se 2 vitesh rotacion të vazhdueshëm. Ambasadori gjerman dhe britanik në Kosovë Rainer Rudolph dhe Jonathan Hargreaves thanë se është e rëndësishme që ligjet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës, por pa ndikim negativ në jetën e përditshme të qytetarëve, me vlerësim se është e nevojshme që Prishtina të përmbosh detyrimet e saj ndaj komunave me shumicë serbe. Rudolph theksoi se tranzicioni i pushtetit në 4 komuna në veri ishte paqësor dhe profesional, ndërsa Hargreaves theksoi se është në interes të gjithëve në Kosovë që komunitetet jo shëmëjtës të ndihen të sigurta, të mirëpritura dhe që të duan të jenë pjesë e ardhshme e Kosovës. Ai kujtoi se Brukseli dhe Ohri Kosova ndërmori detyrimet në lidhje me një formë kuptim plotë të vetëqeverisjes për komunat me shumicë serbe. NATO erdhi në Kosovë 27 vjet më parë si një fuqi poshtuese, jo për të ruajtur paqen, por për të forcuar pavarësinë e Kosovës, tha studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović. Vujinović pohon se njolla më e madhe e asaj periudhe pasqyrohet në krimet që u kryen në Kosovë në atë kohë, sepse ato u kryen kryesisht pas hyrjes së trupave të NATO-s. Analisti politik ushtarak Fadil Kajtazi beson se roli i KFOR-it në thelb nuk ka ndryshuar, se thot ai, kjo strukturë ushtarake në kuptimin ligjor dhe funksionon në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kajtazi theksoi se KFOR-i ende konsiderohet një organizatë që siguron paqen në Kosovë dhe rajon. Punonësit e shkollës fillore në Pomoravlje të Kosovës u mlodhen këtë mëngjes për të shprehur protestën e tyre kundër arrestimit dhe ndalimit të dieshëm të 2 drejtorëve të shkollave fillore në territorin e Kamenicës së Kosovës. Protesta e arsimtarëve u mbajt para gjimnazit në Kamenicën e Kosovës, ndërsa punonësit e shkollës fillore Dositej Obradović në Partesh ofruan mbështetjen për kolegët e arrestuar. Një protestë gjyqësorëshe mbështetje u mbajt edhe në qytetin e Vrbovacit dhe mesimdhënësit u mblodhen para shkollës fillore Marko Rajković. Tubimet u mbajtën edhe në shkolla të tjera fillore në Pomoravlje të Kosovës, Shillov dhe Kushse të Epërme. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti shprehu gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me opozitën për çështjen e zgjedhjes së presidentit, duke theksuar se kjo nuk është asgjë dhe se lëvizja vetëvendosje ka bërë më parë oferta bujare opozitës. Duhet të mbani mend se lëvizja vetëvendosje është fituesja padyshim dhe ne do të jemi baraz të themelimit të institucioneve në mandatin e ri, tha Kurti.
Moti të shtunën do të jetë pjesërisht me vranësira me shira të lehta në disa vende në veri të vendit të dielën me diell dhe me ngrohtë dhe në fillim të javës së ardhshëm do të jetë pjesërisht me vranësira dhe mot më i freskët. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 23 deri në 27 gradë Celsius.